Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot të përgatisim petulla. Atëherë, për petulla do na duhet një gotë me ujë të vakët. Pasi kemi shtuar ujin, do na duhet dhe një lugë e plot me maja buke të thatë, një lugë e vogël me krip dhe gjysmë lugë të vogël me sheqer. 2 lugë vaj ulliri dhe masën do ta përzijem në mënyrë të njëtrajtshme. Pasi kemi përzier mirë, do shtojmë dhe 400 gram miell, do më thënë mielli i përgjithshëm, miell për pyreqe, për bukë, për gjitha. Brumin do ta zem pa na formuar kokriza dhe pastaj do ta lëm atë të pushoj për rreth 20 deri në 30 minuta. Më shkruani në komente nga po na ndiqni. Pasi brumin e kemi lënë të pushoj për rreth 20-30 minuta, atëherë është gati për të përgatitur petullat. Atëherë, për petullat do na duhet të formojmë kuleç të vegjël, duart I kemi lyer pak me vaj në mënyrë që ta kemi sa më të lehtë dhe hapjen e kuleçve. Dhe procesi do bëhet vetëm me duar, nuk na duhet as shkop petësh, as gjë, thjesht me duar. Në zjarr kemi vendosur vajin që të ngrohet dhe do ta skuqim petullën në temperaturë normale, jo shumë të nxehtë, në mënyrë që petulla të mos skuqet vetëm në sipërfaqe dhe brenda të jetë e qullët. Kështu që duhet vaj me temperaturë normale. E kthejmë petullën her pas here në mënyrë që të skuqet gjithandej dhe në momentin që ajo merr ngjyrë të artë, petulla është gati. Miq, kjo ishte receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni like videos dhe subscribe kanalit për gjithë ju që po na ndiqni për herë të parë. Vazhdojmë me recetat e tjera, deri atëherë uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.